adresoj e para shqiptare e një liste të gjatë shqiptare që merren me politikë në mënyrë të pastër. Unë këtu nuk kam ardhur si institucion italian, nuk kam ardhur si ato eurodeputetët që vinë të shtyrë nga kurioziteti, nuk jam observatore, unë jam njëra për jush. Unë jam shqiptare dhe kjo është shtëpia ime dhe ju jeni njerëzit e mi. Do më falni se më dridhet zëri nga emocioni, por erdha enkas, e vetëm për një ditë e gjysmë, vetëm për t'ju falenderuar, për durimin dhe guximin që kemi treguar për gjatë këtyre 28 ditëve. Falenderit. Shqipëri e re! 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 Ju të dashur bashkëkombës, në shumë pak ditë arritët të shyeni vellën e hipokrizisë që Edi Rama ka qëndisur për gjatë këtyre 13 viteve. Edi Rama e filloi karrierën e tij politike duke u marrë me fasadat e pallateve dhe vazhdoi të merret me fasada, me hipokrizi, me propagandë. Por kundër propagandës të Ramës është realiteti shqiptar. Ju jeni realiteti shqiptar. Ju jeni e vërteta. Ju